është dëshmi e qartë që Kosova nuk ka një politikë të jashtme, të harmonizuar ndërmjet institucioneve. Propozimi i presidentes për heqjen e tarifës për i 10%, besoj që është propozimi mirë dhe duhet të veprohet menjëherë nga ana e qeverisë së Kosovës. Mendoj që është e panevojshme, mendoj që s'kan koordinim dhe mendoj që është papjekuri institucionale, sepse këto lloj bisedash, qoftë edhe kur ka mosdakordësi, zhvillohen brenda dyerve të mbyllura, jo për publikun. Është dëshmi e papjekurisë institucionale, mendoj unë. Kishte një raport të mirë mes presidencës dhe kryeministrisë, duhet kishte një raport të brendshëm komunikimi, por vetë fakti që zonja Osmani tashmë se diku është divorcuar nga kurora me kryeministrin Kurti, sepse diku e përfaqësonte Gulzan dhe tani si duket Gulzarma nuk është pjesë e kontrolluar nga zonja Osmani dhe natyrisht ajo po tenton që duke pa që ka ra pesha politike që të jetë aktuale përmes prezencës mediale dhe temave ku mund të atakoj më shumë zotin Kurti dhe qeverinë e tij, po të njëjtën kohë le të themi të jetë si një lloj akteri i arshëm politik me opozitën, presidenti Osmani, kurse lëvizja vetëvendosjes sigurisht nuk e përfill me zonjën Osmani për faktin që ata e konsiderojnë si jo lojtare më në koalicionet e arshme politike.